Unë jam Anisa Ademi dhe kjo është Asia Ademi Binokja jam. Na jena pjesë e komunitetit Ashkali dhe jemi rritë në Ferizaj Dubrov. Gynesh Feshall është një vajzë prej Prizrenit, Rome, e cila ka përfundu fakultetin në Kolegjin AB. Ja sam Nenad Davidović, živim i radim u Štrpcu. Unë jam doktorisha Mimoza Gecaj Berisha, jam tani 41 vjeçare, jam nane 4 fëmijëve. Lume Berisha vjen në radhë parë nga Kamenica. Tashmë e 13 vjet jam shpërngull, kam migru nga vendi e lindjes, kam marrë në Prishtinë për arsye të studimeve. Egzura është një vajzë e cila është lindë dhe është rritë me një zonë rurale, me një familje shumë modeste, po me një familje të shkollume, që ja kanë nditë jashtëzakonisht shumë vlerën e arsimit edhe pjesës shkollimit se sa është e rëndësishme, sidomos për vajzat, po në rastin tim për vajzat ose për vajzen me aftësi të kufizume. Nën thundrën e diskriminimit, qindra fëmijë të rritur në Kosovë nuk arrin t'i gëzojnë mundësitë e barabarta. Të emërtuar si sakat, të verbër, të paaft, të papastër e me shumë epitete të tjera, ata arrin nën stigmën e cila i pengon të jenë të barabartë me të tjerët. Në secilin sektor të jetës, gratë janë të pabarabarta me burrat. Antarët e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian janë të diskriminuar, e personat me aftësi të kufizuara mbeten pa mundësi për t'u zhvilluar. Një shoqëri që diskriminon mbi racën, etnin, gjinin dhe orientimin seksual, u ashuan ëndrat e fëmirisë mira personave, vetëm pse duken ndryshe prej të tjerëve. Por pavarësisht vështirësive, disa prej tyre kanë arritur që t'i realizojnë ëndrat e tyre. Ky dokumentar është një dëshmi e betejave të përditshme për arsimim, për zhvillim profesional dhe për një vend pune. Një betejë për dinjitet, barazi dhe të drejtën për të qenë i barabartë në një shoqëri që ende po mëson çfarë do të thotë barazi. Të gjithë lindin të barabartë, por për disa diskriminimi nis që në sekondat e parë të jetës për t'i ndjekur deri në fund të saj. Statistikisht, nëse ke fatin që të lindësh rom, ashkali apo egjiptian, gjasat që ti të përfundosh duke praktisur shkollën për shkak të faktorëve të jashtëm janë shumë të mëdha. Nga viti 2020 deri në vitin 2023, rreth 400 fëmijë në mbar vendin braktisën arsimin e obligueshëm. Pjesa më e madhe e tyre janë nga këto 3 komunitete. Statistikisht, nëse ke fatin që të lindësh me aftësi të kufizuar, gjasat që ti të jesh jashtë sistemit arsimor janë skajshmërisht të mëdha. Sipas UNICEF, më pak se 15% e fëmijëve me aftësi të kufizuar përfshihen në sistemin edukativ të vendit. Fati nuk do jetë në anën tënde edhe nëse lind vajzë. Gratë janë më pak të punësuara dhe shumë më pak të përfaqësuara në politikë. Nëse gjatë rritjes tënde do të kesh orientim tjetër seksual, jeta juaj do jetë edhe më e vështirë. Urrejtja dhe diskriminimi do t'ju përcjellin gjatë gjithë kohës. Unë kom pas rast që një gjysh t'u e qu fëmin e vetë në shkollë, i ka thonë rriur se tanë ma gjupi. Okej, edhe që një qfar bumerangi që ta, që një qfar, unë e kom du gjyqë, to t'u hecë. Edhe djali vlau tem qëllon në kopsht me atë fëmin.
edhe po më vjen në shtëpi po më pyet çka do me thonë tanë ma gjupi, çka është ma gjup? Kush ka thonë, tha një shoki tem i ka thonë gjyshit vet. Unë e ndëgjova qëto. Tash qysh mi ja shpjegu? Ai fëmi, çka mi thonë? Adin e janë shumë raste çka mi thonë, edhe kisha vështirësi mi ja shpjegu që prit, adin kështu deri sa ja qartësova unë aty në kry, që nuk është diçka keq, ata kanë gabu, kthehemi në kontekstit që pararsit. Nuk po mundën me eduku fëmijët e veta, edhe po ka kësi lloj probleme apo diskriminime. Po kur kena kalu shkollën e mesme, kena pas sfida më të mëdha se na kanë vetëm në klasë që jena kanë pjesë e komunitetit Tashkali. Edhe normal në fillim nuk ka pas paragjykime, po tu e pa konkurrencën, tu e pa arritjet e tona, normal kanë filluar edhe xhelozia dhe po ne bashkë për çat arsye kanë filluar me na prek aty ku na ndihmi edhe pak më të ndjeshme ku jena. Edhe çajo ka ndikuar edhe pak na me u mbyll në vete. Po ajo ka qenë sfida që na ka bënë neve me e kuptu që një me mendimi tjerëve nuk është vlen qatë shumë, kur te i ki arritjet dhe qëllimet e tua me i mërin jetë. Aden edhe që sen kisha dosh me thonë edhe për qikat e tjera, që më rëndësi është familja me të mbështet, se shoqënia nuk është gjithmonë ta dënë të mirën. Unë kam punu shumë për këto që jam, por nëse ti nuk ndihesh personalisht, anash është diskriminimin. Ne si komunitet jemi të diskriminuar në çdo moment, në rrugë, në qerdhe, në shkollë, pavarësisht që unë nuk jam ndirë, nëse unë dëgjoj për një shok timin, ose nëse unë dëgjoj për nxënësin, jo fëmijën tim, po për shokun e fëmijës tim, atëherë është e njëjtë, sepse ne bashkëjetojmë këto. Fatkeqësisht unë mendoj që ekziston diskriminim. Jemi shoqëri ende raciste, pavarësisht që kemi arrit me u vedisu shumica, por ka punë shumë për të bërë këtë. Paragjykimi që e maj në mend, që kur nuk ko me haru, është që kur më ka taku një shoqe me një shoqe të vetën, edhe i ka tregu që jam komunitet, i ka thonë, haj gare, tu bo, po kjo shumë e bardhë për më konë komunitet. Edhe adin, jom një keq se qaq jonë mësu, jonë trajnu, apo jonë eduku, apo jonë mësu, shkurtimisht me na pa keq. Jo, një vajzë e komunitetit mundet mu doke edhe kështut, mundet me fol edhe mirë shqip, mundet me fol edhe gjuhë tjera, mundet me kry edhe një shkollë, mundet krejt senet me bot çka i bojnë vajzat të tjera. Kurse anën tjetër që nuk shihet mirë, duhemi me kryu edhe me ata pak telepati se jeta nuk u ka sill mirë me ata. Niveli i lartë i varfërisë dhe presioni diskriminues nga shoqëria janë dy nga faktorët kyç që nxisin braktisjen e shkollës në fazën e hershme nga komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian. Rrugtimi i edukimit është i gjatë dhe nëse nuk sigurohet përkrahje e vazhdueshme, një pjesë e madhe e njerëzve dorëzohen nga presionet e jashtme. Diferenca konstatohet në disa personazhe të rralla, të cilët patën fatin të kenë afër komunitet që nuk i diskriminon e miq të cilët i pranuan ashtu siç janë. Unë nuk kom hetu, as formalisht, as fizikisht, as në çfarë do formë qoftë, kom pas një përkrahje të mirë edhe në gjimnaz. Për shembull, shokun e bankës e kom pas shumë të mirë. Edhe në fillore, me tani kirurgun abdominal që është Avdyl Krasniqi, me ata një bankë kemi qenë. Edhe mësuesi na ka qitë gjithmonë na me dhonë asi. Pastaj edhe në gjimnaz i kom pas me ata, zakonisht ata që mësojnë, edhe shoqëron, po e kemi shoqëru edhe me këta që ishin pak. Jo, nuk kom pas kur as në studime, as prej personelit mësimor, do më thonë prej profesorëve, as prej nxënësave respektivisht studentëve. Ja. 86% të fëmijëve të komunitetit rom, ashkali dhe egjiptas janë përfshirë në edukim. Mirë po, ende braktisja e shkollimit është një problem, edhe pse Ministria e Arsimit ka kriju ekipe mobile të cilat faktikisht shkojnë dhe inkurajojnë mos largimin nga shkolla, mirë po edhe cilësia e të nxënit është ende më e ulët.
1 në 5 fëmijë të komunitetit Roma Ashkalit dhe Egjiptas ende ka problem me lexim, ndërsa 1 në 10 fëmijë ende ka probleme do thot me numrim. Po ashtu shkalla e vjushmërisë në shkollat e mesme të ulta është në nivel prej 60%, ndërsa vjushmëria në shkollat e mesme të larta është në nivel prej 30%. Problemi më i madh është se 46% të fëmijëve rom nuk e përdorin gjuhën e njëjtë të komunikimit me atë që e përdorin në shtëpi dhe ajo çka ligjërohet në shkolla. E kom pas një rast, një fëmijë, unë këto po them gjithka, edhe gjithë kom e thonë qëto. Një fëmijë në histori, Flutrat është festivali i fëmijëve, që dalin fëmijët me këndu me këngat e tyne, edhe gjithë kena pas ftesë prej organizatorit të festivalit me marrë pjesë edhe një fëmijë rome. Ndër vite, qyshu ka qelë, edhe gjithë ka marrë pjesë në grupi i këngëve romo ose diçka të fëmijëve. Edhe mos gabofsha në vitin 2023 ose 2021, veç mos gabofsha, një fëmijë rome për herë të parë e ka fitu çmimin Flutra, do me thonë çmimin më të madh të festivalit. Edhe kanë ardhur një portal tjetër, masane me intervistu atë fëmijën qysh tek, aden, edhe e kanë postu ato. Edhe adini çfarë komente ka pas. Maramense. Hajtë se këto janë mësu qështut, kur rritën edhe këta e merë na i fshisë në dorë, këta janë me një fëmis 7 vjeqare, apedin? Hajtë se edhe kur rritët botë si ata tjertë me. Qëta janë sene që nuk duhet një fëmimi për jetu, t'lut na unë e di me mbrojt vetën. Po ju një fëmi 6-7 vjetë, qa kanë fajaj? Aty u konë që unë për herë të parë një jetën tem i kom thonë vetës a duna me jetu në Kosovë. Vlerësimet e realizuara nga UNICEF llogaritin se në Kosovë jetojnë rreth 40.000 fëmijë me aftësi të kufizuar. Sistemi arsimor i vendit është i paaftë për t'i përfshirë në edukim. Më pak se 15% e fëmijëve janë të përfshirë në sistemin e rregullt arsimor. Shkollat dhe hapësirat ku zhvillohet edukimi janë totalisht të paqasshme për personat me aftësi të kufizuar. Infrastruktura dhe sistemi skajshmërisht diskriminues i shtyn fëmijët me aftësi të kufizuara drejt sakrificave të skajshme. Unë mbaj mend edhe gjithmonë e kujtoj, po edhe e ceku me shumë krenari sakrificën e gjyshit tem. Gjyshi jam tashmë është profesor e gjuhës shqipe në penzion. Në momentin kur unë kom hin klasën e parë, do më thonë e ka ndru pozitën prej arsimtarit gjuhës shqipe, ka kalu në mësimin klasor, për shkak timin që me qenë ma ofër meje dhe gjithmonë atë rrugën shkollë shpedhana sjeltas me bo bashkë. Këto sakrifica fatkeqësisht nuk ndodhin shumë familje, se ne edhe sot kemi familje që nuk i mbështesin fëmijët e tyre me aftësi të kufizume, edhe fatkeqësisht ende kemi persona me aftësi të kufizume që nuk e marrin mbështetjen e familjes, mbështetjen e shoqënisë, dhe fatkeqësisht nuk arrin as me u shkollu, ndoshta as nivelin ma tolt ose edhe nivelin e mesëm. Jako teško. Jako teško djetinjstvo od rođenja pa sve do danas. Od operacija, boravka u bolnici do problema sa kojima sam se susretao tokom situacija. Znači, sve zavisi i u školi, na ulici, ne znam kako da... Previše teško. Ne, ranije, da, kad sam išao u školu i ovo, imalo je to kao vršnjačko, kako da kažem, nije to nasilje, već ajde čopavi, ajde kljakavi, ajde ovaj, ajde onaj. To smo prevazišli sve, zato što nisam obraćao pažnju na... Unë prekam prej njerëzve që faktikisht ta njohin kapacitetin, prej atyre njerëzve që ndoshta e lëshoj një fjalë pa u mendu fare, prej atyre njerëzve ndoshta, jo ndoshta po dhe po menoj ndihem ndoshta keq, atë mendim që e ka pas për mua, ose atë fjalë që e thot, ta argumentoj deri në pikën e fundit. Nëse personi më bind që faktikisht qëndron mendimi i tij, atëherë unë nëse duhet punoj shumë edhe përmirësohem. Ndërsa më të ndjeshëm
dhe me kategori më të cënueshme janë komunitetet, sidomos komuniteti Rom Mashkali, komunitetet Rom Mashkali dhe Egjiptian. Kjo vjen si rezultat edhe i aspekteve historike, mënyrës si ata janë zhvillu dhe si janë integru brenda shoqërisë, paragjykimeve të shumta që bëhen në raport me këto komunitete, gjendje sociale, shkollimit, niveleve të tjera dhe natyrisht nga ankesat që ne pranojmë shpesh herë shohim që kanë specifika të shqetësimeve dhe problemeve që ata ballafaqohen në raport me trajtimin jo të barabartë. Pastaj për shkak të ndjeshmërisë janë edhe komuniteti i personave ose personat LGBTI, por edhe personat me aftësi të kufizuar, natyrisht detyrimet e shtetit me i plotësu të drejtat që i kanë këto kategori, këto qytetarë të Kosovës janë shumëta dhe jo shpesh ne kemi arritur me ndërtu kapacitetet plota me garantu me respektimin e drejtave që ata kanë, por edhe në trajtim të pabarabartë në raport me qytetarë tjerë, kjo shihet gjithkohë nëpër Kosovë. Sepse fatkeqësisht nëse i referohemi ulëmtimeve ndër vite në raport me persona LGBTI, Kosova vazhdon të cilësohet si njëri ndër shtetet më homofobe në Ballkanin Perëndimor. Edhe kjo si pasojë sado që ne kemi pas disa momente të cilat kanë shënuar një rritje në kuptimin e dukshmërisë personave, për shembull parada, është njëra ndër paradat më të suksesshme në kuptimin në raport me incidentet, mirë po parada fatkeqësisht nuk e portretizon gjendjen e personave LGBTI. Si ju thash, Prishtina mundet më duk si një vend pak më i sigurt për shkak të frekuentimit të madh edhe për shkak që ta jep ndjenjen e izolimit, mosnjohjes nga personat e tjerë, mirë po fatkeqësisht ky nuk është realiteti për komuda të tjera ose fshatrat ose qytetet pak më të vogla në raport me persona LGBTI. Në tërsinë e tyre, universitetet publike janë hapësira ku diskriminimi ndaj komuniteteve jo shumicë dhe personave me aftësi të kufizuara është skajshmërisht i dukshëm. Një ulëmtim i realizuar në vitin 2023 konstatoi që në universitetin publik nuk ka asnjë person me aftësi të kufizuar të punësuar, ndërsa asnjë pjesëtar i komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian nuk ishte në mesin e qindra të punësuarve në këtë institucion të arsimit të lartë. Një hapësirë akademike monoetnike dhe që refuzon përfshirjen e personave me aftësi të kufizuar në stafin e saj, rritë në mënyrë konstante sfidat e atyre që dëshirojnë të përmbushin ëndrat e tyre për të zhvilluar krahas moshatarëve të tyre. Para se me kry fakultetin, me diplomu, Faik Bristovci më ka propozu me mbet asistent. Pastaj Indiri atër ka qenë rektor, profesor Ejupi, edhe ai më ka propozu, tha, morëm një mendimi imi është që ti me mbet këtu asistent e me vazhdu se një me kum pas një notë mesatare 8/8. Kështu që unë u thash, faleminderit për besim, por nuk kam mundësi se më lejojnë kushtet ekonomike, sociale, unë rrjedhi prej një familje të klasës punëtore, prindi me nëzispret më ju bo një krah pune, kështu që, do më thonë, aje ka ditë kush jom, ndoshta se ka ditë, që pa di une, por nuk kom hetu ndo një diskriminim. Jo, çfarë. Atëre, jom punësu këtu. Unë jam ekonomiste, kom studiu banka, financa dhe kontabilitet në Universitetin e Prishtinës, ku në atë kohë ka qenë kogja shumë sfiduse, po edhe interesante si përvoj. Për shkak që në Universitet të Prishtinës kom qenë e vetmja studente me aftësi të kufizume, sa po flas aftësi të kufizume fizike, edhe nuk ka qenë shumë e njohur sa i përket aftësisë të kufizume, edhe nuk e kanë pas shumë të njohur çështjen që edhe personat me aftësi të kufizume janë taft me studiu edhe janë sot që me bo diçka për vete. Shoqata e të verbërve po mi ka përgadit 3 libra për hyrje në gazetari që ka qenë 2 semestrale.
zhanret e gazetarisë po 2 semestrale edhe bazat e komunikologjisë që ka qenë një semestrale. Vetëm këto 3 i kam pas si ndihmës për t'i përgatitur provimet e studimeve të mia. Të tjerat më është dashur t'i përshtas vetë edhe normalisht e kam pas krahë të djathtë të mamin që mi ka lexu të gjitha librat, normalisht që nuk ka mund t'i përshtas se me një makinë analoge është goxha e vështirë të shkruhen të gjitha, mirë po unë ja kam dalë kështu. Diskriminimi i cili fillon që nga kopshti deri në hapësirat akademike krijon një pabarazi të skajshme në aftësimin profesional të kategorive të caktuara shoqërore. Një diskriminim sistematik në edukim krijon pabarazi edhe në sektorin e punësimit. Statistikat tregojnë për një diskriminim të qartë të romëve, ashkalive dhe egjiptianëve në punësim. Ata nuk janë të përfshirë në pozicione drejtuese, ndërsa edhe vetë institucionet nuk i zbatojnë kuotat e vendosura. Realisht, çështja më shqetësuese është me vajzat dhe gratë e komunitetit Roma Ashkali dhe Egjiptas, të cilat fatkeqësisht ende janë larg punësimit, do thotë kemi një numër shumë minimal nëse shohim vetëm administratën publike, në tërësi janë diku vetëm 140 persona të komunitetit Roma Ashkali dhe Egjiptas të cilët janë të punësuar. Fatmirësisht, unë nuk e kam vrejt me personat e cilët unë punoj. Klientët, po i quj kliente dhe ju paciente, ma kanë besu punën e tyre. Janë falenderuese çdo moment për gjithë shka që ka unë kam bo për ta, për të cilat unë dihem shumë mirë. Çdo koment i tyre, çdo dalje publike e tyre për punën time, për atë që ato kanë qenë të kënaqura në formën profesionale dhe njerëzore për janës tem, mu mbojnë ma shumë krenare dhe mbojnë me punu ma shumë, edhe me qenë ma e përkushtuar me profesionin tem. Nuk mund të them, ndoshta për këtë mund të flasin të tjerit më shumë se unë, po fatmirësisht nuk është vërejt që i falenderoj shumë, sepse te fundit ne jemi njerëz të gjithë. Na bën profesionalizmi më të mirë ose më të dobët. Këtë duhet ta vlerësoj njeriu dhe nuk duhet ta vlerësoj për dukjen e tyre, për fenë e tyre, për etninë e tyre apo çfarë do të qoftë tjetër. Ne jemi njerëz dhe jemi gjithë të barabartë. Mund të ndryshojmë nga cilësitë, nga virtytet që i kemi, por për ndryshe jemi të gjithë njëjtë. Puna është që pacientat nuk e kanë problem, që thash më herët, parsur diçka që e këshin pacientat është sjellja edhe apo na mja gjetë zgjidhjen. Si në infermieri kur kena punu edhe si kur në barnature. Unë që është diçka adin të pa që do më thonë nuk është të rëndësishme, e shoh që për shembull me gjiku dikosh kur ti faktikisht që atë për me ju ndihmu atë në veç. Ata po mendoj që në shëndetësi nuk është shumë që ka paragjykime, pse zakonisht ai lyp ndihmë prej teje. Pa marrë parasysh ai ashkali, ai rom, ai egjiptian, ai shqiptar, atë. Me rëndësi është të më ia dhon ndihmën e kërkuar edhe më ia dhon në mënyrë më të mirën që ti mundesh. Vajzat e gratë e komunitetit njëjtë sikur vajzat edhe gratë përgjithësi në Kosovë kanë shumë problem me u afirmu. Ajo që është më e keqe ende tek ne është sepse tek ne mungon ende shkollimi i duhur, ende mungon ajo aftësia e tyre për më u shfaq në publik. Thjesht nuk e kanë guximin. Tek ne kemi nevojë shumë hala për me i bind ato të shkollohen. Sepse mungon. Momentin që një gru nuk është e shkolluar, sigurisht që nuk ka me pas atë pavarësinë e vet, sepse shkollat e fundit po ma krijon mu pavarësinë ose financiare ose shoqërore. Kur unë e kam kur jam rahat me vete, normal që unë e kam mundësi me dalë dhe më u shfaq para të gjithash, por një femën e cila nuk është e shkolluar, nuk e ka guximin, nuk e ka atë pavarësinë e vet, edhe ne kemi shumë punë për të bërë në bindjen e familjeve të ndryshme që është shumë e rëndësishme që të bëhet shkollimi i vajzave, se sa ato të mbesin në shtëpi ose që është më keq edhe të martohen në mosha shumë të hershme. Tu kanë vajza dhe tu kanë pjesë e komunitetit ashkaliu, kanë dy fyrzor për neve. Tu e pas parasysh se gjykime kemi pas gjithë. Edhe diçka që e kam vrejt për shembull për personave që janë më pak të edukuar edhe kanë probleme me veten, gjithë mundohen me çit ty poshtë për mundi ata më mirë. Më ka ndodhur shumë raste që për shembull ju çojmë gjyku vetëm për komunitetin që janë po edhe si vajzë. Se nuk e kam pritur, domethënë unë kam
kam imrit që ato barjera që dikush një djalë nuk ka mujt mi kalu. Nuk e kam prit, po mirë është që familja jem u kam mbështetje për mua dhe gjithë u kanë aty për mu ndihmu për çdo problem që kom pas gjatë jetës. Për atë arsye kisha thonë që për mi ndihmu fëmijës tonë me ditë që ka vlerë edhe pse është komunitet edhe pse nashta ka me pas shumë paragjykime gjatë jetës me mbështet mas shumëte. Momentin që te e mbështet edhe ja jep tonat mirat edhe ki mu kanë atë suporti por i ti, ai nuk ka me pas problem. Sikur unë ma nisën që nuk e kena pas problem, normal kena pas paragjykime edhe normal që çdo paragjykim të kujtohet edhe nuk harrohet, po nuk na kanë dalë që na dyja me vazhdu. Që kjo është arsyeja që unë kisha thonë prind mi suportu ma shumë fëmijët e vet. Edhe gjëra që i kanë kalu ata, mos milon që fëmija vet mi kalu. Po, unë e ceka më herët, pika jeme dopt është që vajzat rome po etiketohen si martesa të hershme dhe si braktisje të shkollave, edhe fëmijët. Edhe do me thonë unë e kom thonë jo prit se vajzat rome jonë edhe qështut, edhe ajo u kanë pika jem që unë e jam këthy edhe kom vendos që mu kanë ftyr për tjerë që mundeni me mendu edhe ndryshe pak për neve, edhe mu kanë ndoshta edhe shpresoj që jo mbo edhe ko mu kanë një shembull për një vajzë që ajo me mujt me arrit. Ajo është ëndra e ma e madhe. Që mu kanë me thonë, une e kom pa Gjunishin që ka bo kështut, edhe une e kom bo kështut. Se edhe une e kom persona që i kom pa që kam bo qështut, edhe une e kom bo qështut, edhe ata janë personat paharushëm në jetën temë. Nga të dhënat të cilat i kemi kryesisht nga shoqëria civile, po. Ka dhe raste të tilla ku thjesht një grua nuk punësohet se vetëm është grua për arsye se mendohet nëse është e moshës që mund të ketë fëmijë, kjo mund të shkojë në pushim të lehonisë, pushimi i lehonisë mund të zgjatë, nuk është vetëm problemi pushimit të lehonisë, me automatizëm lidhet qerdhja, do të thotë po, ka raste kur thjesht nuk thash në fillim, nuk respektohet ligji i punës, në anën tjetër inspektorati i punës nuk ka arrit ende ti zhvilloj gjitha kapacitetet e veta dhe të funksionoj me kapacitetet të plota që ti monitoroj dhe ka raste ku një grua nuk zgjidhet në vendin e punës vetëm se është grua. Dëshmitë e diskriminimit shpërfaqen në çdo hap të jetës. Edhe atëherë kur çdo gjë duket se është arritur, presioni vazhdon të shpërfaqet në mënyra të tjera. Ata pak që arritën të marrin lajmin e mirë për punësimin, vazhduan të kenë probleme me kolektivët dhe kolegët që duhet të punojnë me ta gjatë një dite të zakonshme të punës. Prilikom zapošljavanja, kada sam primljen u školi, na primjer, osoba, ne mogu da je imenujem, rekla je da šta će on, invalid, a moj sin ne radi. A isto je kolega koji radio sa mnom u školi. Znači, to me jako pogodilo zato što tu pokazuju ljudi kako mišljenje imaju o osobi sa invaliditetom. Jo, në Gjelan nuk kam provu, sepse Gjelani ka qenë, më thonë, ma largë se ka dikun një 20-30 km prej Kamenicës, por unë tentova në Kamenicë të gjej një punë stacionin Radio Kamenica, quajtë më thonë. Mirë po aty nuk pata sukses dhe kështu që pastaj nuk u hapën konkurse dhe kështu që vazhdova këndej, siç thash, me ato letrat e famshme. Edhe për një vend pune tani të jemi të sinqert, nëse kërkon të hysh diku në radio ose dikun të paktën duhet të kryesh disa trajnime, duhet të kish disa studime, duhet të paktën disa informata elementare, themelore të dish, edhe atëherë ata ma parashtruan ashtu pyetjen që unë nuk munda të këmbëngull për ta lënë Kosovën, edhe po më nëj vendosa të tri këtu në vendin tim. Unë e thom shumë haptas këta, që deri shumë vonë bile ka rasta ende që personat me aftësi të kufizume shikohen si gjyna. Nuk janë. Edhe duhet me u ndërprej kjo pjesa që personat me aftësi të kufizume me u shiku si gjyna. Personat me aftësi të kufizume thjesht meritojnë që prej përfaqësuesve institucioneve, prej shoqënisë, prej familjes me u trajtu barabartë.
edhe rrethi me të cilët ne bashkëjetojmë, këtë rast në komunën e Prizrenit, me kriju gjithë përfshirje për krejt. Se gjithmonë edhe keq interpretohet kjo çështja e aftësisë kufizume, bile unë e kam shumë probleme edhe të çështja e termave. Shumë herë edhe në Asamble Komunale kemi diskutu pse ti insiston me u quajt persona me aftësi të kufizume e jo persona me nevoja të veçanta. Unë, si persona me aftësi të kufizume, nuk e kam asnjë nevojë të veçantë. Unë po e shfrytëzoj objektin, këtë sallë, njëjtë sikur 40 kuvendar tjerë. Thjesht unë e kam një kufizim fizik, edhe normalisht që për me arritun me hy këto, duhet që thjesht me u implementu ligji ose udhëzimi administrativ për qasje fizike, që e tregon shumë qartë, shumë bukur se ç'është duhet një objekt me ofru qasje fizike për personat me aftësi të kufizume. Në Kosovë, fatkeqësisht, qenërit person LGBTI, që që thash, nuk është më lehta. Mundet me qenë më lehtë në raport me të tjerët nëse bën jetë dyfisht, mirë po pastaj nuk e rahat në raport me vetën. Për shkak që konstant i dush me mshef edhe me bo kujdes të dyfisht të trafisht për me urujt konstant prej ambientit të jashtëm në mënyrë që shposillesh, në mënyrë që shpoulesh, etjera, nëse vendos me boje të dyfisht që me kalu pak më lehtë. Nëse je të punu, le të themi në sektorin privat, opsioni me dal haptas dhe me qenë mirë i pranum ose me pas qasje në tregën e punës pas pare, si person LGBTI është me të vërtet jashtëzakonisht i vogël. Najveći izazov je zapošljavanje osoba sa invaliditetom i pristup radnim mestima. Zašto je po vama to najveći izazov? Pa zato što diskriminacija postoji i prilikom zapošljavanja. Ako, kako da kažem, slobodno navedite primjer, nema veze. Konkurs. I da ima konkurs, opet se gleda da se drugi zaposli, a osoba sa invaliditetom i dalje se stavlja na marginu, ajde ako bude imalo prilike. Nažalost, i pristup radnom mjestu ne dozvoljava da se osoba sa invaliditetom zaposli. Jashtëzakonisht shumë e vështirë. Nëse gjatë fushatës njerëzit përballen me shumë sfida, unë i kam pas sfidat e dyfishume, e trefishume, për shkak gjendjes fizike, për shkak të angazhimeve jashtëzakonisht shumë të mëdha, takimeve jashtëzakonisht shumë të mëdha ditore. Qasje pothuajse në asnjë objekt. Zakonisht ju e dini që fushatat bëhen ma shumë në për shtëpia private, në për rodat burrave, sidomos në regionit cilit i takojnë, gjithmonë barriera fizike, gjithmonë shkolla, gjithmonë mos qasje, gjithmonë ashta aftësia jam e kufizume më ka ballafaqu edhe me vonesa, ama unë i kom ditë këto sene me cilat kum vendos më ballafaqu. Edhe dëshira jam ka qenë shumë ma e madhe që unë me ju tregu tjerve, po edhe vetës me i tregu që unë e mundem, edhe mu nuk dal, ose nuk zbras asgjë, ka qenë shumë ma e madhe se sa barjerat me cilat unë jom ballafaqu. Pa dyshim që ka qenë jashtëzakonisht shumë sfiduese dhe 4 vitet e mandatit tim parë në Asambli kanë qenë jashtëzakonisht shumë sfiduese se e kemi një Prizren që nuk ofron qasje për personat me aftësi të kufizume. Ama për një san që nina krenare edhe dura me e thonë është që prezenca jem në politikën lokale, prezenca jem në Asamblenë Komunale ka bo që përfaqësues të institucioneve në këtë rast lokale, pjesa e ekzekutivit, po edhe kolegët e mi kuvendar, edhe pjesa e legjislativit, me reflektu edhe me pa se sa është e rëndësishme për një person me aftësi të kufizume qasja fizike, edhe se sa është i rëndësishëm roli i tyre mrena institucionit që me ofru gjithë përfshirje në qytetin ku na jetojmë. Pa infrastrukturën e përshtatshme në një ambient që diskriminon që nga dita e pare lindjes e deri në datën e fundit të punës, komunitetet jo shumic, personat me aftësi të kufizuar, gratë e antarët e komunitetit LGBTI+ janë të obliguar të përballen edhe me stigmën e urrëtitjen e përhapur në makinerinë e shekullit 21.
Rrjetet sociale dhe gjua e urrejtjes e shpërndarë në platformat online janë pjesë e presionit të përditshëm që dekurajon çdo nismë për të ecur përpara. Shiko, fatkeqësisht ne gratë në politikë gjykohemi veç për faktin që guxojmë me hi në politikë. Sidomos vajzat e reja, normalisht që gjykohen edhe njerëzit nuk mujnë me kuptu se çka po kërkan ti në politikë, se gjithmonë është ai mendimi që e ki një profesion, e ki kry një shkollë, punon me një vend punës, duhesh me u martu, me kriju familja dhe kaq përfundon jeta jote këto. Tjetra pjesa e gjykimeve lind të bindja jote politike. Unë e konsideroj që njerëzit duhet, ose shoqënia jonë duhet me arrit deri në atë nivel të avancimit që mos me i gjyku njerëzit të pjesa e bindjeve politike, për shkak që bindja politike është diçka personale, që ti e sheh edhe e krijon ndër vite. Edhe fatkeqësisht ne më shumë gjykohemi për bindjen tonë politike, se sa për ato çka na paraqesmi para mosës. Realisht shumë pak të ndëgjojnë për çka ti ofron, ose çka ti je zonja, ose çka ti ngrit çështje. Gazetarin e zgjedha sepse me vetë faktin që pastaj unë vendosa të ri këtu në vendin tim, edhe të vazhdoj punën, atëherë mua ma mori mendja se gazetaria është fusha që faktikisht ndikon në krejt poret e jetës. Ja kështu unë e mora. Sepse shpesh herë thonë, unë si fëmi e kam dash këtë profesion, jo, unë si fëmi e kam dash një profesion krejt tjetër. Mirë po, gazetarin pastaj e zgjodha se pikrisht që kjo çështja, se nëse donë të kontribuosh komunitetit të cilit të takon. Duhet me gjetë një instrument, duhet me gjetë një mënyrë që komunitet fyse mu dënu, definitivisht. Shumë janë të kriju, jo vetëm për komunitetin rom ose për fëmijët, edhe po në total, globalisht, janë të kriju problemet mëdha. Duhet me gjetë mënyrë qysh mi parandalu ose mi ndalu mu dënu bre, për shembull Gëneshi ka shkrujt për dikon një koment fys, unë e pedi që ka organe për shembull që mundën me gjetë edhe mos më konë useri me emër të Gëneshit, me gjetë kush është taj tip, apo kupton, edhe me dënu atë tip, ajo është shumë e lehtë, kështu që po menoj që edhe rrjetet sociale nëherë po ndikojnë keq në paragjykime. Dhe po ashtu fatkeqësisht për shkak të qytetarësh bullizmit online dhe harassment online, po ashtu targetohet edhe shëndeti mendor, në kuptimin që të rëndohet shëndeti mendor. Nëse ti pastaj vendos gjitha këto raste me i raportu, qoftë kërcënimet online, qoftë kërcënimet fizike, sulmet fizike kështu me radhë në polici, ndodh pastaj thyrja tjetër për shkak që përveç që merr një periudhë shumë e gjatë me pas një reagim të denj raport me ty, periudha që merr me pas verdiktin final, le të themi prej gjykatës, është periudhë shumë e gjatë. E kjo është demotivimi që ato ndodhet persona LGBTI. Do të ka mjaftu, pra po i them me i pa analizat të cilat janë bërë në zgjedhjet e fundit dhe është pa se pa dallim partije politike, të gjitha ato gratë të cilat kanë garu do të thotë në garë politike, si në nivelin qendror apo ashtu edhe në nivelin lokal, në 90% të rasteve nëse është përdorur një gjuhë diskriminuese ose e urrëties është përdorur ndaj një gruaje. Do të thotë që tregon një kulturë mizogjiniste, e cila do të thotë synon që ta friksoj, ta kthej mbrapa një grua e cila mendon se mund të ketë ose don të ketë karrierë politike. Fatkeqësisht këto të dhëna nuk janë vetëm në Kosovë, janë edhe trende globale, sepse sa më shpejt komunikimi nëpërmes këtyre platformave të reja sociale, aq më shpejt do të thotë është përshkallëzuar dhe është ofruar mundësia për me shpërnda gjuhën e urrëties. Në pjesën e komunikimit institucional ka shumë kujdes. Edhe ndodh edhe në mes komunikimeve zyrtare në herë me pas termat pa pranueshme, qoftë kjo me qëllim me dashje, qoftë pa qëllim pa dashje. Problemi qëndron në
diskriminimin ose si të themi në gjuhën diskriminuese dhe gjuhën urrëties, sidomos në rrjetet sociale dhe në komunikimet sociale, sepse aty nuk ka një kontroll, nuk ka një, si themi, pasoja, edhe është shumë e lehtë me shpreh edhe qëndrime e opinione që mund me qenë edhe raciste, mund me qenë edhe ksenofobe, mund me qenë edhe qëndrime tjera të papranueshme. Dhe për këto ne kemi bërë një analizë, një vlerësim të plotë, një hetim të plotë të komunikimit ose diskursit në komunikimin publik tek mediat. Raporti është publikuar në vitin e kaluar, në fakt në fund vitit 2024, po bën 2025. Kemi pa që mediat në përgjithësi në Kosovë ka një kod, ka një të rregulluar, një vet kontroll në raport me gjuhën që përdoret në studie, gjuhën që përdoret në edicionin e lajmeve informative, në edicione tjera që janë publike, sidomos të vizive, po edhe të portaleve, edhe pse portaleve lënë shumë ma tepër hapësirë dhe lënë vend për me dëshiru, por pastaj problemi është gjuha që përdorin musafirë që ftohen në studie, të pranishme tjerë që janë aty, që shpesh herë eskalojnë me gjuhë të papranueshme, diskriminuese urrëtie, dhe shtohet pastaj rreziku ose shtohet doza e kësaj gjuhe në komente, dhe në një vlerësim që kanë bërë ekspert ka dalë që çdo i teti koment në komentet e emisioneve që kemi përcjell ka pas përmbajtje të gjuhës së urrëties. Mira qytetarë të Kosovës vazhdojnë të përjetojnë në lëkurën e tyre diskriminimin sistematik. Mbi 40.000 fëmijë të përjashtuar nga sistemi arsimor për shkak të përkatësisë etnike dhe aftësive të kufizuara, mira të tjerë të përjashtuar nga avancimi për shkak të përkatësisë gjinore etnike e aftësive të kufizuara, paga më të ulta dhe diskriminim në punësim për shkak të orientimit, përkatësisë dhe aftësive të kufizuara. Në një ambient të tillë ku diskriminimi është kudo, individët kanë arritur të gjejnë mbështetje dhe të bëjnë diferencën. Ata duhet të ndiqen si modele për të inkurajuar të tjerët për të ecur përpara. Veç me ju tregu sa të mirë jena, që jemi profesionista, që jemi njerëz mirë, që jemi pjesë e kësaj Kosove, që jemi qytetarë të njëjtë sa ju edhe ne, edhe kështu. Mesazhi im i vetëm është që vetëm ta kuptojmë njëri tjetrin, ta ndihmojmë njëri tjetrin aty ku e ka të nevojshme persone, ta gjej një vend pune, sikur që unë sot e kam, por e kanë ndoshta pak të pamundur krejt për faktin se nuk respektohen ligjet, por nuk respektohen edhe deri në atë masë sa është e nevojshme. Në këtë rast, familjarët duhet të jenë mbështetësit e tyre kryesor. Mesazhi imi është kështu. Së pari të janë vetvetja. Se duhet për me qenë vetvetja në këti 3 kritere kryesore. Është kriteri integriteti njerëzor, moral edhe profesional. Edhe gjithkuj me atë tregu vine ku që deri ku është. Por në qoftë se ajo të i kalohet, duhet me reagu në mënyrë përshtatshme. Porosia ime kryesore është duhet mu angazhu ma shumë në drejtim të arsimimit dhe edukimit. Se nuk ka dritë asnjë popull në qoftë se nuk arsimohet. Nuk du më thonë si prind tonë, pararësit tonë, nuk kanë ditë, por derisa tash kushtet bashkëkohore, standardi, dojnë me ditë shkrim, lexim, gjuhën, digitronin, gjitha këto, është porosia ime ekskluzive dhe kish kaluar mu arsimu, edhe thash e tham atë se njerëzit flasin në mënyra të ndryshme çu konvenon, por besoj që s'kanë me pas problem në edukimin, në arsimim. Kjo është porosia ime. Edhe normal me fshqi, me qytet, me pas raportet mira njerëzore. Po e gjithë puna jam, mandatin tem, po edhe tash mandatin e ri cilin pres me e marë, e ka tregu të kundërtën që unë e vlej shumë se sa aftësia kufizume. Jemi edhe ju kum tregu njerëzve që unë muj me bo shumë ma shumë edhe shumë ma mirë
se sa nashta mënyra qysh unë e eci, ose qysh unë e qasna. Po mendoj, unë muj mu kon rast konkret para ju shti që saj. Kom para gjykime, kom e pas, ama kom arrit. Unë edhe të tjerët, që nuk na kam pa. Ka para gjykime. Nëherë mendoj që në krejt botën ka për komunitetin rom para gjykime. Adin i ja qes vetës në krypir, se so veç në Kosovë, as në Prizren. Po, me të vërtet është e rëndësishme rrethi dhe mënyra që she menagjon situatën. Nëherë është keq me menu që veç pse je komunitet nuk po të marrin qatë punë. Nëherë është keq me menu që ajo tipka ose aj tipi e ka dikon ma të fort krah edhe aj hinë punë me 0 pike ti i gibon 134 prik ose bla bla, edhe nuk hinë punë, ajo është keq, ajo është vështirë. Unë veç kisha thonë që mos më udhërzu kur edhe me i pas qarta qëllimet e veta edhe pse janë të e boqa të sen. Përderisa te ki qëllime edhe ki ëndër për me mri diçka, atëherë nuk ka rëndësi kërkosh e tjetër. Pa marrë parasysh nëse ki paragjykime, bullizime, se gjithmonë ka mund konë këto. Pa marrë parasysh nëse je komunitet ose jo. Pa marrë parasysh cilit komunitet i përket. Me rëndësi është me vazhdu, mos më udhërzu edhe me u konë në paqe me vetën. Një këshill që një kisha dhënë qikave të reja është me pranu vetën ashtu gjysh janë. Edhe nëse dikush shkon e ofendon për shkak që është komunitet ose veç që është vajzë, unë kisha thënë që mos më dorëzu kurrë, se unë që shim konën që shë kom planu në vetën edhe që shë jam krenare për vetën, kisha pas qef që krejt qikat më konë, se është diçka shumë e rëndësishme që ka njëherë nuk tanin mendimi tjerve. Nëse ti e din çka je dhe je vetvetja me qatë sen edhe e pranën qatë sen, atëherë nuk ka me tani edhe nëse të ofendojnë, nëse paragjykojnë. Pra arsye kisha thonë le t'i gjojnë diçka që ju pëlqen me bë gjatë jetës përditshme ose diçka që i te kalon çto gjona dhe kanë me pas ma lehtë. Unë shpresoj që nuk jam e para edhe e fundit, jam e para, po kam qef që ju veçon me më konë si rast që kum arrit njët. Nashta nuk kum arrit shumë, nashta veç e bëj një punë si shumica njerëzve, po kam qef që njerëzit komunitetit tem me di që edhe ata kanë drejta dhe me pas edhe ata guximin me dalë si jonë. Edhe nëse ndodh çka ndodh, kam qef që edhe ata me pas guximin tonë edhe me dalë me tregu historinë e vet, pse jo dikush tjetër që nashta është prej një katuni qytetit me pa edhe me marrë si rast të mirë.